Qyteti i Tetovës nga data 25 deri më 27 qershor është një koqiri i kampionatit ballkanik të volejbollit në rër, ku do të marrin pjesë reprezentacionet e Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë, Kosovës, Turqisë, Rumanisë dhe Moldavisë. Të gjitha ekipet pjesëmarrëse, krahas ekipeve të meshkujve, do të prezantohen edhe me ekipin e vajzave. Ndeshjet finale janë parapar të zhvillohen të premten. Këtë për televizionin Koha e deklaroi zëdhënësi i komunës së Tetovës, Albion Halili. Duke filluar nga nesër, nga data 25 deri 27 qershor, do të zhvillohet kampionati ballkanik i volejbollit në rër. Janë diku gjithsej 6 shtete: Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Moldavia, Turqia dhe Rumania. Ndeshjet do të jenë duke filluar nga ora 9 të mëngjesit deri në ora 12 të drekës. Pastaj shkaku i temperaturave të larta, ndeshjet do spostohen në orar nga ora 17 deri në ora 22. Të gjitha vendet pjesëmarrëse do të prezantohen në 2 kategori, atë të meshkujve dhe të femrave. Ndeshjet do të jenë në kategorinë e vajzave dhe djemve, ndërsa ditën e premte do të jetë edhe finalja e madhe e kampionatit ballkanik. Komuna e Tetovës, si ndikoqire së bashku me Federatën e Volejbollit të Maqedonisë së Veriut, janë duke i bërë përgatitjet përfundimtare në sheshin Iliria, aty ku edhe do të zhvillohen ndeshjet e kampionatit ballkanik, ku pritet të ndiqet nga një numër i madh i adhuruesve të volejbollit në rër, pasi është hera e parë që një kampionat ballkanik të organizohet në qytetin e Tetovës. Hapja zyrtare e kampionatit ballkanik të volejbollit në rër do të bëhet ditën e mërkurë në orën 20 nga ana e kryetarit të komunës së Tetovës, Bilal Kasami. Ndeshja e parë e kampionatit ballkanik do të luhet të mërkurën me fillim në orën 9.